Përfaqësues të pushtetit vendor dhe drejtorive rajonale janë mbledhur paraditën e sotme në një takim urgjent në prefekturën e Fierit për të raportuar situatën e emergjencës për shkak të rreshjeve. Problematika kryesore për të cilën janë angazhuar të gjitha strukturat në qark janë kanalet kulluese dhe sistemi argjinaturave për të përballur vërshimet e mundshme të 4 lumejve, Shkumbini në Lushnjë, Vjosa në Fier dhe Mallakastër, Semani në Roskovec dhe Gjanica në qytetin e Fierit. Referuar të dhënave që në vijnë mbi kushtet atmosferike nga Instituti i Gjeoshkencave, në institucionin e prefektit Qarku Fier gjatë ditës së sotme është organizuar dhe sjellur një takim pune mes drejtuesit të strukturave vendore të sistemit të mbrojtjes civile, nga ku është marrë një informacion i përgjithshëm mbi situatën aktuale në terren. Referuar të dhënave nga Instituti i Gjeoshkencave, pritet që në orët në vazhdim në qarkun e Gjirokastës dhe në qarkun e Vlorës të ketë rreshje me intensitet të lartë shiu, të cilat mund të ndikojnë në prurjet e lumit Vjosa, por që referuar të dhënave aktuale që ne kemi nuk pritet që të ketë dalje nga shtrati i vet. Por gjithsesi në këtë lum janë të evidentuara disa zona me risk të lartë, në të cilat mund të ketë cënime të sigurisë, por për këtë janë marrë gjitha masat nga strukturat vendore, janë bërë pastrimet kanaleve kulluese dhe kanaleve dytësore, është rritur gatishmëria e mjeteve nga drejtoria e bordit të kullimit, si dhe është në funksionalitet të plot dy hidrovorë që janë në pjesën fundore të zonës tonë. Më herët, inxhinieri i bordit të ujitjes dhe kullimit në Fier, Evarist Koliçi, bëri të ditur se sistemi kullues është në gjendje optimale dhe se të gjithë punojësit e bordit kanë kaluar në gjendje gatishmërie. Rreshjet në qarkun e Fierit kanë qenë me intensitet të ulët gjatë natës, por era e fortë ka shkaktuar defekte në rrjetin e furnizimit të energjisë elektrike, për riparimin e të cilave po punohet nga punojësit e OSHE-s. Aktualisht janë riparuar 13 fidera dhe po punohet për riparimin e 7 të tjerëve, ka pohuar Ymeraj. Problematik e vetme që është konstatuar në nivel qarku, referuar kushteve aktuale, ka qenë ndërprerja e energjisë elektrike në disa zona rurale. Kjo ndërprerje ka qenë për shkak të defekteve në linjat e transmetimit dhe jo defekte në stacione apo në stacione të mëdha. Grupet e punës OSHE-s kanë qenë në terren për normalizimin e situatës. Aktualisht që flasim janë rikthyer në punë 13 fider, të cilët kishin shfaqje problematike. Prefekti i qarkut Fier, Anduel Gjindi, ka kërkuar gatishmëri maksimale dhe reagim të shpejtë dhe të koordinuar në rast përkeqësimit të situatës. Shpresojmë që nuk do kemi, por gjithsesi ne do të kemi gatishmëri plotë të përgatitur për çdo situatë, në mënyrë që të minimizojmë sa do të pak dëmet që mund shkaktojë një situatë e papritur. Edhe nga informacionet që kemi ne përgjithësi në qarkun e Fierit nuk është shumë problematik për sa i përket përmbytjeve, por që t'jemi përgatitur.